Këshilli i Komunës së Kërqovës mbajti mbledhjen e 43 me radhë, në të cilën ishin 17 pika për miratim dhe shqyrtim. Pika e parë e rendit të ditës ishte propozim, konkluzioni dhe vendimi. Nën A, konkluzion për pranimin e iniciativës së kryetarit të Komunës së Kërqovës për sjelljen e propozim vendimit për përdorimin e gjuhës turke në Komunën e Kërqovës. Nën B, vendimi për ndryshimin e emrit të rrugës. Nën C, vendimi për përcaktimin e emrit të objektit shtesë të shkollës së mesme komunale Drita dhe shkollës së mesme komunale Mirko Mileski në Kërqov. Pikë kjo, e cila solli debat tash përmedis këshilltarëve të VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s. Këshilltari i VMRO-DPMNE-s Dejan Pandileski kërkoi që pika në fjalë duhet të ndahet në 3 pika të vetme, jo kështu, sepse ata nuk do ta votojnë. Replikoi koordinatorja e Këshillit Ardita Dani duke thënë se kjo pikë u vendos kështu me kërkesë të komunitetit turk dhe gjithçka është shkruar me rregull dhe sipas ligjit. Replikoi Dejani duke thënë se kjo pikë është presion për këshilltarët e VMRO-DPMNE-s. Mirpo Gent Selmani nga BDI-ja tha se bëhet fjalë për emra turk, komunitet i cili jeton në këtë komunë dhe kanë të drejtat e tyre. Replikoi edhe Vanço Sërbakoski i LSDM-s, i cili kërkoi mendim nga këshilltari turk. Ajo që lagoj hapur të gjithë dhe që i dha kahje tjetër kësaj mbledhje ishte këshilltari i komunitetit turk i cili ishte kundër kësaj pike. Më saktësisht ishte që pika të ndahet dhe jo të votohet edhe për emrimin e rrugës me Vlana dhe objektit Aqif Ersoy, 2 figura turke. Pas këtij skandali të papritur nga ana e këshilltarit turk, debati u bë edhe më i ashpër, ku këshilltarët shqiptar nuk kuptuan neglizhencën e këshilltarit turk për të qenë kundër gjuhës dhe kombit të vet. Pas kësaj, erdhi deri tek ndërhyrja e kryetarit të Komunës së Kërqovës, Fatmir Deharit, i cili para këshilltarëve tha: "Për t'i të kaluar sfidat kërkohet punë, e cila është në interes të gjithë qytetarëve." Në frymën gjithmonë të bashkëjetesës që është më së e nevojshme, se mbi të gjitha jemi njerëz. Duke ditë se përballë shikojmë njëri tjetrin si njerëz. Dhe qenia njerëzore është qenia e vetëdijshme që udhëhiqet nga vetëdia, nga truri. Atëherë ne duhet kemi gatishmëri që ashtu siç e shohim veten tonë, ashtu si duam ta shohim veten tonë, duhet ta shohim edhe tjetrin. E jo t'ja pamundsojmë atij shprehjen e lirë, t'ja mundsojmë atij zhvillimin, t'ja pamundsojmë atij avansimin dhe t'ja pamundsojmë atij të drejtën shumë njerëzore dhe të drejtën shumë e natyrshme për ta pasur. Në këtë rast qytetin e Kërqovës nuk jeton vetëm një komunitet maqedonasit, siç ka qenë përpara, por jetojnë dhe kanë jetuar në vazhdimsi disa komunitete, kanë jetuar mbi të gjitha njerëzit, maqedonasit, turqit, shqiptarët, romët, po ka edhe të tjerë, që ne si qenie vetëdijshme duhet t'i kemi parasysh për t'i mbështetur, për të qenë afër nesh dhe për t'i ngritur në çdo nivel, si nivel arsimor, si nivel politik, si nivel gjyqësor, si nivel të zhvillimit. Atëherë me plot të drejtën e fjalës do t'i themi vetes se jemi njerëz, se unë jam njeri, duke u nisur nga ky parim, duke i dhënë vetes njeri në konsultim me të gjithë, edhe ju, edhe shumë qytetarë, jo vetëm që jetojnë për momentin këtu, por edhe ato që jetojnë jashtë vendit. Ne mos harrojmë se si pasojë një politike diskriminuese kemi shumë njerëz jashtë vendit tonë, qoftë në shtetet e Bashkimit Evropian, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë më herët në Republikën e Turqisë. Andaj, atë politikë duhet ta kujtojmë si një ëndër të keqe dhe tani të veprojmë ndryshe, që sa të punojmë, që sa më shumë njerëzit t'i mbajmë këtu, të gjithë, që mos shpërngulen. Dhe kjo është në interes të ardhmes që e presin të gjithë më të ndryshëm. Dhe kjo është ajo që u nisa edhe nga kjo, të bëjmë hapin dhe të sfidojmë një sfidë që na priste dhe na pret, të respektojmë të gjithë komunitetet. Dhe në këtë mbledhje, në këtë seancë të Këshillit të Komunës Kërqovës, propozova një pikë me 3 çështje të rendit ditës, që duhet do shtantarën edhe më shumë, zyrtarizimin e gjuhës turke në nivel të Komunës Kërqovës, emrimin e një rruge në Mira rrugë të qytetit tonë, emrimin e një rruge që ka me Mira rrugë në qytetin tonë, me një filozof që është filozof botëror në fundit, që do bit
e shkrimeve dhe filozofisë së tij janë për njerëzimin, nuk janë as për turqit, as për arabët, as për shqiptarët, as për maqedonës. Xhelaluddin Rum apo Mevlana, siç e kanë greduar. Librat e tij të shenjtë, filozofia e tij na ndihmon të gjithë edhe neve edhe sot e kësaj dite për të hapëruar me kohën. Andaj e venduam në renditën propozim për të emëruar një rrugë. Mehmet Akif Ersoy, një shkrimtar i devotshëm, i cili po ashtu reflekton njerëzimin në hapësirat ku jetojmë të gjithë. Një shkrimtar që shkruajti himnin turk. Është kënaqësi për të gjithë ne që një objekt të kishte emrin e tij. Objekt i shtesë që u ndërdua po nga investitorët turk, nga qeveria vullneti i qeverisë turke, nga shoqata qeveritare tika. Dhe mos kemi vullnet që të vendojmë emrin e tij, shkrimtarit të madh, në një objekt të këtill, mendoj se nuk përket me njerëzimin, nuk përket me vlerën dhe nuk përket me parimin. Po si to që tjetë, demokracia flet edhe ndryshe, secili ka qëndrimin dhe mendimin e tij. Megjithatë, duke parë që ju sot nuk arrini gjuhë të përbashkët, ju këshilltarët e komunës Kërçovës. Në veçanti, këshilltarët e partisë politike VMRO-DPMN, të cilat në një mënyrë nxisin edhe këshilltarët e partisë të Lidhjes Social-Demokrate. Shpreh keqardhjen që nuk e keni këtë vullnet. Do të tingëllonte shumë ndryshe Kërçova po të ishte vullneti përbashkët. Për t'i dhë kahje pozitive të gjithë kësaj çështje. Unë si propozues tërheq 2 pikat për emërimin e rrugës dhe për emërimin e objektit për një seancë tjetër dhe vendoj të vetëm pikë të rendititës zyrtarizimin e gjuhës turke në komunën e Kërçovës. Për t'u shmangur debateve të ashpra dhe t'i kalimit të situatës, u vendos që pika të ndahet dhe të votohet vetëm për pikën A, konkluzioni për pranimin e iniciativës së kryetarit të komunës së Kërçovës për sjelljen e propozim vendimit për përdorimin e gjuhës turke në komunën e Kërçovës. Pikë e cila u votua nga 21 këshilltar dhe një ishte e përmbajtur. Ajo që ra në sy ishte mungesa e këshilltarit Rom, që do të ishte edhe vot vendimtari me Badenter për emërimin e rrugës dhe objektit.